Përshëndetje miq të shëndetit dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit ku do të flasim për sëmundjet neurologjike dhe sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar profesore doktore Riera Kruja, e cila do ndajë me ne informacione, këshilla të vlefshme për gjithë ata që na ndjekin në lidhje me këtë kategori sëmundjesh të cilat po përhapen gjithmonë më shumë në popullat. Doktoresha, faleminderit që pranot se jeni sot me ne në podcast. Ju faleminderit për ftesën dhe për gëzime për këtë iniciativë që keni marrë, sepse sado që ka informacion pa fund online sot për mjekësinë si për çdo fushë tjetër, është ndryshe kur i referohemi një personi që është marrë gjithë jetën me atë punë dhe praktikisht këshillat janë më të qarta, më të strukturuara, më praktike. Në Shqipëri si praqitet situata me sëmundje neurologjike, cilat janë më të përhapura, por edhe në botë, si janë shifrat? Neurologjia është një fushë shumë e gjerë, me shumë sëmundje, shumë sindroma, por sigurisht spikasin për sa i përket rëndësisë së tyre dhe shpresisë së tyre disa sëmundje. Dhe unë duhet filloj me ato sëmundje që janë pak më të shpeshta në rang botëror. Patjetër në vendin e parë kemi një sëmundje e cila është e para në botë për sa i përket handikapit, deficiteve që jep, në radhë të dytë për vdekshmërinë që shkakton, dhe ka një numër në vit rreth 12 milion njerëz në botë e vuajnë, që është aksidenti vaskular cerebral, quajtur stroke, goditje, domethënë, që ndahet në dy grupe, pastaj mund ta përmendim më mbrapa. Pra 12 milion raste të reja stroku në botë çdo vit. Çfarë ka karakteristikot e fundit? Po shtohen rastet në mosha të reja. Pra është një problem i madh edhe social. Dhe kjo është, domethënë, rreth 65% të këtyre rasteve janë me strokun iskemik, me atë ashtu quajtur tromboza. Pjesa tjetër është zakonisht stroku hemoragjik, domethënë goditjet hemoragjike të trurit. Rëndësi e padiskutueshme e madhe, tham, edhe për handikapin e madh që shkakton mbrapa dhe për rastet që mbijetojnë. Të dytën do kisha përmendur një sëmundje tjetër, të njohur për publikun, që është dhimbjet e kokës. Pra, nuk ka gravitetin e strokut, nuk ka rrezik humbje jete, por ka shifra shumë të larta, që mendohet që rreth aktualisht në botë janë 3 bilion, 3 miliard, mbi 3 miliard njerëz që kanë të paktën një dhimbje koke në vit. Dhe nëse ne i referohemi që shkon në 40% të popullatës, shifër e lartë, shumë e lartë. Dhe nëse ne i referohemi atyre që kanë lifetime për gjatë gjithë jetës në një dhimbje koke, shifra shkon në disa shkrime deri në 90% të popullatës. Pra, është me shifra, domethënë është patjetër numri 1. Por sigurisht graviteti dhe handikapi që shkakton nuk është aq i madh sa stroku, prandaj po e përmend të dytën. Nga ana tjetër, në studimet që janë bërë, humbjet e ditëve të punës për arsye të dhimbjeve të kokës në vendin e parë. Duke qenë një numër kaq i madh, kështu që më poshtë mund të shqillojmë dhe çfarë janë dhimbjet e kokës dhe si është tek ne situata. Pra, kemi tjetër sëmundje që e meriton që të përmendet, është demenca. Demenca me gjithë format e saj, përfshirë dhe Alzheimerin, sot numërojnë në botë në të dhënat e fundit të OBS-s janë rreth 57 milion banor. Pra, numër i madh rastesh, duke marrë parasysh një popullat e cila plaket, sepse është zgjatur kohëjetesa, mbijetesa e njerëzve, këto numra janë në rritje, është një rritje galopante në vitet e fundit që mendoj që do vazhdojë dhe më tej, sepse demenca ka lidhje direkt me të moshuarit. Pra, edhe kjo është një shifër domethënë konsiderueshëm dhe një problem i madh, jo vetëm mjekësor, po dhe social. Që renditet një ndër problematikat më të mëdha. Patjetër, që po jepet shumë rëndësi në botë. Shpresojmë do të jepet edhe tek ne. Tjetër sëmundje e shpeshtë të neurologjisë dhe problematikë është epilepsia. Epilepsia me gjithë në format e saj, që numërohen sot dhe 50 milion njerëz
janë të dhënat e fundit të këtij viti, të 26-s, rreth 50 milion njerëz të smur në botë me epilepsi, me smundje aktive. Sepse ka dhe raste që ne i nxjerrim nga mjekimi i quajmë të shëruar. Pra, kjo 50 milion në rang botë është shifër e lartë. Pra 57 kishim demenca, 50 vjen epilepsia. Duke menduar që demenca është vetëm moshën e tretë, ose kryesisht në moshën e tretë, dhe epilepsia shtrihet në çdo grup moshë, sigurisht disa më shumë, disa më pak. Ka disa ndryshime në disa variacione në kalkulimet e tyre. Ndërkohë që kemi një smundje tjetër të njohur, që hyn te smundjet degenerative, që është përsëri smundje kryesisht e lidhur me moshën, që është smundja e Parkinsonit, që sot në botë numërojnë rreth 11 milion të smur, që përsëri është shifër e konsiderueshme dhe hyn në smundjet me prevalencë të lartë, edhe në krahasim me patologjitë e tjera. Tjetër që s'do të lë pa përmendur këtu, se janë shumë smundje neurologjike, nuk i kam marrë gjitha. Një smundje që ne japim rëndësi shumë të veçantë, jo për sa i përket prevalencës, se nuk e ka shumë të lartë, domethënë në gjithë botën, ka 2.9 milion numërojnë në të dhënat e fundit, është skleroza multiple. Rëndësia e kësaj smundje nuk ka të bëjë me numrat e lartë, por ka të bëjë me moshën e re që preket edhe me handikapin që mund të shkaktojë. Dhe praktikisht shumë tentativa terapeutike po zhvillohen për këtë smundje në botë edhe në Shqipëri, që ne do ta përmendim më mbrapa. Pra, këto janë pak a shumë smundje të cilat ne kemi në shifrat që janë sot në botë, ndërkohë për shifrat tona. Për fat, në 10 vjeçarin e fundit ne nuk kemi një studim të mirëfillt epidemiologjik, neurologjik, se është jashtëzakonisht e vështirë në këtë situatë kur popullata është në lëvizje të vazhdueshme, ne të kemi shifra. Domethënë ne bazohemi kryesisht në regjistrat tonë, duke përfituar nga rasti që shërbimi jon i neurologjisë ka qenë për shumë kohë i vetmi në vend terciar. Shumë raste kanë ardhur tek ne. Dhe pra, shifrat tona ishin pak a shumë të ngjashme me shifrat e mesatares së Shqipërisë, por një studim të madh ne e kemi bërë disa vite përpara, dhe e kemi botuar tashmë, dhe kemi marrë në analizë 8 smundje neurologjike, dhe kemi dhënë shifrat tona të prevalencës për këtë smundje për 1.000 banor në Shqipëri, dhe nga këto që duhet përmendur, kemi për shembull dhimbjet e kokës, që kemi 241 për 1.000 banor. Pra, një shifër e konsiderueshme. Kemi epilepsin, që është 14.2 për 1.000 banor, domethënë 1.4 për 100 banor, nuk është prevalencë ulët, është prevalencë konsiderueshme. Strokun që kemi 12.4, jo strokun e ri, por rastet domethënë që edhe mund të kishin kaluar, nuk janë incidencë, janë prevalencë, studime prevalencë, demenca në 9.6, dhe skleroza multiple me 30 për 100.000 banor, ose 0,3 për 1.000 banor. Pra këto janë studime i botuar joni, që sigurisht do ishte shumë mirë të kishim shifra më të rinovuara, apo është shumë e vështirë. Ky ka qenë studim, edhe ky studim ka qenë deri më derë. I vitit doktoresh? Ky po bën 18 vjet. Dhe është bërë deri më derë. Në një kohort pacientësh në Tiranë, edhe në Sarandë. Morëm 2 pika që me ca ndryshime, jo vetëm gjeografike, po edhe kulturore dhe ekonomike, për të parë ndryshimet ndërmjet këtyre vende. Ka qenë një studim i mirëfillt i drejtuar nga një koleg italian, profesor Begi, një neuroepidemiolog nga më të njohurit në botë. Kështu që kemi nder që kemi bërë atë studim. Por duhet bëjmë një tjetër të updatojmë të dhënat. Nëse do të bëhej një studim, ju si e parashikoni që mund të jetë gjendja në Shqipëri nga praktika juaj? Mund të ketë një përkeqësim? Sigurisht ka ulje dhe ngritje në disa smundje. Se pak a shumë, ne jemi një vend që jemi në mes të Europës. Pak a shumë të kemi të njëjtin trend për patologji të ndryshme. Të ndalim pak të dhimbja e kokës, ju renditët si të dytën për nga shpeshësi. Po ishte ndër e para për nga e përhapja e saj në gjithë botën. Cilat janë format e dhimbjes kokës dhe kur duhet të shqetësohemi ne nga një dhimbje koke, pra që të na alarmoj ajo lloj dhimbje? Gjithmonë ne bazojmë në klasifikime ndërkombëtare të miratuara, që
mbas disa vitesh gjithmonë rinovohen dhe pasurohen. Dhimbjet e kokës kanë një klasifikim të tillë që i ndan dhimbjet e kokës në dy grupe të mëdhenj. Në dhimbjet e kokës primare, që do të thotë nuk kanë një shkak, janë thjesht dhimbje koke, dhe në dhimbjet e kokës sekondare, që janë grupi më i vogël brenda këtij grupi të madh të dhimbjeve të kokës, që kanë një shkak. Dhe praktikisht me gjithmonë janë numra më të vegjël, por ndonjëherë kanë rëndësi më të madhe, se për shembull të jetë dhimbje koke nga tumori cerebral, kupton, kanë. Kurse dhimbjet e kokës primare që dominojnë shifrat, janë më njohura në popull është sigurisht migrena. Është një dhimbje koke parsorë. Dhe dhimbja e kokës që njihet më pak, por është më shpesh se migrena, është dhimbja e kokës tensive, e cila sigurisht ka problemet e veta dhe trajtimin e vet, ndoshta me një farë ndryshime edhe nga migrena që është dhimbje koke primare. Në dhimbjet e kokës sekondare, pastaj, përveç tumoreve që u përmenda, mund të jenë infeksionet, që mund të jenë infeksionet të indeve të buta të fytyrës, për shembull, ose të sinuseve, mund të jetë neuroinfeksionet e tjerë, kemi disa traumat kraniale që mund të japin dhimbje koke e tjerë. Shpesh njerëzit e anashkalojnë dhimbjen e kokës, a ka një moment kur do të themi stop marrjes së medikamenteve vetë të bëjmë një vizitë? Po, ka. Sepse një qytetar i thjesht ndoshta nuk arrin ta ndajë të cili grupimi përket dhimbja e tij e kokës. Sigurisht që ka. Pra, dhimbje koke të lehta, që mund të gradojmë nga 1 deri në 10 si ashpërsi, domethënë si shkallëzim, është subjektiv, është individual ky klasifikim, se unë nuk e di sa i dëm koka di tjetër. Unë them sot më ka dhëmbur që s'm kanë dhëmbur në jetën time ndonjëherë dhe i vej 10 sot. Dhe në bazë të kësaj diete, unë klasifikoj dhimbjet e kokës që vinë më mbrapa, si tërmeti. Një tërmet i fortë dhe pastaj tërmete më të vegjël, pastaj vjen më i fortë etj. Por kur dhimbjet e kokës bëhen më të forta se sa ke pas në një dhimbje kalimtare, kur bëhen më të shpeshta, kur aq më keq kur kthehen në kronike, në të përditshme, patjetër duhet të vëmendje. Dhe një nga ato që ne në Meksi quajmë red flags, domethënë shenja kyçe, është kur dhimbja fillon dhe nuk pushon dhe është në rritje të vazhdueshme, se mund të tregoj se diçka tjetër po zhvillohet në trurin tonë. Patjetër duhet të shkojmë te mjeku. Ose dhimbje koke të menjëhershme të forta shumë, që s'ka ndodhur ndonjëherë, mund të shoqërohen edhe pak me errësim të vetdijes, me të përzira, me të vjella, mund të jenë shenjë hemoragjie, një hemoragjie cipave të trurit ose brenda trurit. Pra, dhimbja e kokës mund të jetë shenjë edhe një smundje tjetër. Pra, këto janë domosdoshmëri, kjo e fundit është urgjencë mjekësore, të tjerat janë që duhet shkojmë te mjeku. Ama një dhimbje që mund të jetë, për shembull te vajzat e gratë e lidhur me ciklin menstrual, kalimtare në ditët e para të ciklit që kalon me një paracetamol, sigurisht nuk është domosdoshme shkoj te mjeku. Por gjithmonë sinjalet që ne trupi duhet i adresojmë. Një tjetër sëmundje neurologjike që përmendet ju është demenca. Cilat janë shenjat e para që familjarët duhet bënë re tek pacientët që i shfaqen? Njëherë te demenca mesazhi është jo çdo ulje kujtese mund të jetë demencë. Se zakonisht çdo ngatrim emri, harres e një emri, e një numri telefoni, i adresohet demencës. Jo, mund të jetë të moshuarit normal, që të bën që të ikin sa informacionet të reja ti nuk i merr dot dhe i harron. Por kushti është që këto mos na prishin cilësinë e jetës. Në qoftë se këto ndryshime në kujtesë fillojnë ndërhyjnë në cilësinë tonë të jetës, atëherë fillojmë dhe i vëmë rëndësi, sepse si çdo smundje tjetër, në qoftë se ne e kapim më shpejt, mund ta trajtojmë pak më mirë dhe mund të ndryshojmë pak dekursin. Megjithëse për fat keq, edhe për demencat sot, nuk është se ka zgjidhje përfundimtare terapeutike. Pra në tentativat për të bërë mjekimet e demencës, ne tentojmë të ngadalësojmë dekursin normal, që mund të bëjë natyral të smundjes, për të zhdukur fare nuk i zhdukim tot. Po në lidhje me Alzheimerin, i cili është po ashtu i përhapur, mund të na tregoni se a parandalohet dhe
kur personat e vuajnë a mund të shërohet? Okej. Atëherë, në këtë grupin e madh të dhimbjeve të demenca, si të dhimbjet e kokës, kemi klasifikim. Po. Dhe në mënyrë absolute, Alzheimeri zë mbi 50%, rreth 60% të demencave. Është një smundje degenerative, që shkaku kryesor të verifikuar ka kalimin e moshës, pra të moshuarit. Ka disa faktorë të modifikueshëm dhe të pa modifikueshëm. I pa modifikueshëm cili është? Mosha. Nuk e ndalojmë dot moshën. Mosha do kaloj, nuk e ndalojmë dot. E dyta, mund të jetë gjenetika. Faktor i pa që nuk negociojmë dot. Pastaj kemi disa faktorë të modifikueshëm, ku patjetër hyn stili jetës. Pra, ku patjetër hyn sëmundjet e tjera shoqëruese. Pra, një person që ka shenja të demencës dhe ka edhe diabet mellit, diabet sheqerit, edhe hipertension të pakontrolluar, edhe faktorë të tjerë social-ekonomik të disfavorshëm, edhe një ambient me stres, sigurisht që ne, nëse ndërhyjmë të secila nga këto, ne kemi në dorë të bëjmë një parandalim të vogël, të bëjmë një korrigjim të vogël, dhe praktikisht ndonjëherë të kemi dhe sukses të konsiderueshëm në trajtimin e gjendjes. Po për fat keq Alzheimeri ende është smundje e pashërueshme. Medikamentet që ne përdorim rregullojnë transmetimin nervor, rregullojnë bilancin e neurotransmetuesve. Ka dhe disa mjekime të reja që janë propozuar në vitet e fundit, por që dolën me një bujë të madhe dhe pastaj rezultojnë që nuk kanë atë rezultat, kështu që ende Alzheimeri është i pa. Por zgjatja e dekursit të smundjes, dhe meqense shumica e tyre janë të moshuar, vjen që të vijë vdekja normale për arsye të tjera dhe ti nuk arrin në stadiet e avancuara të demencës që përsëri është favor. Ju përmendet pak stilin e jetesës, kur themi stil të mirë jetese, çfarë duhet të kemë parasysh këta pacientë që vuajnë nga jo vetëm nga këto dy sëmundjet neurologjike, por gjitha? Jo kur vuajnë, por para se të vuajnë, është puna. Pra, flitet për gjithë jetën. Edhe para edhe teorikisht i dim të gjithë, pavarësisht që asnjëri nga ne nuk i zbaton tamam. Duke filluar që nga të ushqyerit, nga heqja e veseve, e pijes, e duhanit, drogat, kanë një efekt shumë të madh në funksionet kognitive të trurit, pra mund të favorizojnë sindroma demenciale dhe të hershme. Pra, nëse ne jetojmë më shëndetshëm, gjumi shumë i rëndësishëm, mos e harroni, sa më gjumë të mirë të bëjmë, aq më pak të predispozohemi në disa smundje neurologjike, sidomos në ato degenerative. Pra, këtë do ta kemi kujdes gjithë jetën. Për fat keq kur jemi të ri, asnjëri nuk e mendon që mund të vijë kjo kohë. Kur vjen ajo kohë pastaj mund mos ke shumë kohë për të rregulluar. Po marrja me aktivitet sportiv, me ecjet, me këto, të gjitha këto ndihmojnë. Pra hyn në ato që quajmë faktor të modifikueshëm. Dieta shumë e rëndësishme, dieta mezetare që ne e reklamojmë kaq shumë në mjekët, ka efekte me të vërtetë shumë të mira. Pra një ushqyerje mirë, një gjumë i mirë dhe një jetë aktive. Dhe një jetë aktive dhe një evitim i stresave. Të gjithë jetojmë me strese, po të paktën një minimizim i perceptimit të tyre dhe mundësi për të zgjidhur ato që zgjidhen. Pra mos ta mbi ngarkojmë që mos na vi fatura mbrapa. E qartë, fatura shëndetësore. Okay. Doktoresha, një smundje tjetër e përhapur është edhe epilepsia, ose si njihet në popullat sëmundja e tokës, dhe gjendet tek të gjitha grup moshat. Si diagnostikohet kjo sëmundje dhe a trajtohet? Atëherë, është një smundje e njohur që në lashtësi. Me mira vite përpara, Hipokrati i ka përshkruar më mirë pastaj mbrapa, po është smundje përse? Se ka dukje. Kuptohet pra. Kuptohet, sidomos kjo forma motore që është me humbje ndjenjash me rrëzim në tokë, ti e kupton dhe prandaj ka rënë sy njerëzve që kot lashta, që njeriu rrëzohet pa ndjenja. Kjo është ajo smundje e tokës, nuk e përdorim më këtë term. Termi është gabim sepse është vetëm një formë e smundjes që është me rrëzim. Edhe po, ndërkohë ka shumë forma të tjera smundje që nuk ka fare rrëzime në tokë, që mund mos ketë fare humbje të vetdijes ose mund ketë preket pjesë me vetdijes, pra është shumë e larmishme, është një botë në vetë epilepsia, po ta studiosh.
Si ta diagnostikojnë? Si ta diagnostikojnë? Patjetër duhet neurolog. Pra, mund ta dyshoj mjeku familjes, edhe familjari mund ta dyshoj. Po diagnoza, sepse bëhet diagnozë diferenciale me disa forma të tjera, me disa sëmundje të tjera të ngjashme. Kështu që ti vesh diagnozën e epilepsi, do një standard, domethënë do një specifikat veçanta, mjek të veçantë, neurolog, të cilët vënë diagnozën. Pastaj, për ndjekje, patjetër mund të ndjekim bashkë me mjekun e familjes. Po momenti i vënies diagnozës është i veçantë. Sepse shohim edhe tek fëmijët e vegjël, ka një moshë kur vendoset diagnoza e epilepsisë apo në varësi? Mund të fillojë në çdo moshë. Çdo moshë. Nga i përsalinduri deri te 90 vjeç, 100 vjeç. Pra, mund të ketë fillim në çdo moshë. Ndryshimi është që sa më i vogël të jetë, aq më tepër janë rastet që nuk ja dim etiologjinë, rastet që quajmë idiopatike. Dhe sa më e madhe jetë mosha, sidomos mbi 65, ne mund t'ja dim shkakun. Dhe një nga shkaqet më të njohur është sëmundja vaskulare. Pra, sëmundjet tona interferojnë, ndërhyrën me njëra tjetrën. Përse? Në sëmundjet cerebrovaskulare kemi dëmtim të indit nervor, nga hemoragjia, nga iskemia cerebrale. Aty krijojnë premisa për të ndodhur shkarkesa anormale dhe për të ndodhur dhe epilepsia. Kështu që, por fillimi është në çdo moshë. A shërohet epilepsia? Për fat mirë. Një numër i konsiderueshëm rastesh që nëse ne kemi diagnozë të hershme dhe ndjekje perfekte, se jo gjithmonë ndiqet ashtu si duhet, për arsye subjektive të pacientit, për nivelin kulturor që kanë, për ndërhyrje të tjera që mund të bëjnë gabime edhe nga ana mjekësore, por ata që diagnostikojnë që në fillim dhe ndiqen mirë, shifra shkon deri në 60% që ne mund të heqim mjekimin. Pra, kriteret janë më të forta të Legës Internacionale kundër epilepsisë. Kriteret thonë do heqim mjekimin, do rrim 10 vjet pa mjekim, pa kriza, do quhemi të shëruar. Kemi çik që të gjata të marrësin, megjithatë ti pretendon në epilepsi ta shërosh. Ndërkohë që demenca nuk pretendon ta shërosh. Te migrena që përmendëm përpara nuk pretendon ta shërosh. Shumica dërmuese në menopauzë bie vetë domethënë tendenca për dhimbje koke. Një tjetër problematikë është skleroza multiple, cilat janë simptomat që nuk duhen injoruar nga pacientët dhe si trajtohet? Te skleroza multiple unë do përpiqem të bëj një çik shfryrje, se informacionet janë të tilla sa unë nuk ka ditë që të shoh njerëz që i mpiet këmba dhe mendon që ka sklerozë multiple, dhe sigurisht që nuk e ka. Pra, jo çdo mpirje e kam përsider tjetër është sklerozë multiple, por mund të filloj me mpirje. Mund të filloj me ulje shikimi, me atë që quhet neurit optik, që nuk ka vetëm ulje shikimi, ka edhe disa shenja të tjera, dhimbje periorbitale, retroorbitale, pra ka disa shenja të tjera. Mund të filloj me deficite motore, mund të filloj me prishje ekuilibri, pra fillimet janë shumë të larmishme, por duhet të jenë të rëndësishme si fillime. Jo çdo marrje mend që mund ta kesh se atë ditë nuk je ushqyer mirë, ose si je hidruar mirë, është sklerozë multiple. Të kur duhet kërkojë ndihmë dikush? Kur është momenti për të kërkuar ndihmë? Kur përsëri, si në çdo sëmundje tjetër, kur shenjat janë të tilla që e prishin cilësinë e jetës, do të kërkojë ndihmë te neurologu, mundësisht te neurologët më specializuar në atë fushë, sepse tash po vuajmë edhe nga mbi diagnoza. Dhe një rast tjetër me diagnozës është që bëjmë një rezonancë, nuk do të thotë që sklerozë multiple kur kemi dëmtime të lëndës bardhë të trurit. Janë shumë sëmundje të tjera që mund të japin, ose edhe raste ose gjëra të rastishme që mund të ndodhin. Pra, do një diagnozë diferenciale, jo çdo rezonancë që del me lezione është sklerozë multiple. Qartë. Doktor, një sëmundje tjetër që përmendet është Parkinsoni. Çfarë është Parkinsoni dhe si ndikon ai në cilësinë e jetesës tonë? Parkinsoni përsi është një sëmundje e vjetër që njihet nga njerëzimi, sepse ka shprehje motore përsi. Është një sëmundje degenerative, sëmundja Parkinsonit, ndërkohë që kemi edhe disa sindroma parkinsonike që kanë etiologji të ndryshme, por Parkinsoni mirëfillt është sëmundje degenerative që ka një farë lidhje me moshën. Pra dhe lidhet me moshën? Jo shumë si demencia, po ka një lidhje me moshën. Pra, të moshuar si dhe Parkinson, dihet dhe mekanizmi përse ndodh, por nuk dihet çfarë shkakton.
Shkaku nuk dihet. Dhe gjithmonë kur nuk dim shkaku, është e kemi më të zorshëm për ta shëruar. Pra, Parkinsoni, për fat keq, hyn te smundja që nuk shërohet, por me një diagnozë të mirë edhe me një ekuilibrim të mjekimeve të mirë, ti mund ta stabilizosh dhe mund t'i lejosh personit që të bëjë një jetë të mirë. Disa e bëjnë normale. Me kalimin e viteve nuk është aq normale, por e pranueshme. Pra ne duam të evitojmë handikapin tek këso. Ndërkohë që përveç medikamenteve sot ekzistojnë edhe intervente që bëhen për deep brain stimulation, që bëhet një injektim bëhet edhe tek ne në shërbimin ton të neurokirurgjisë në Tiranë, patjetër bëhet. Është një lajm i mirë ky për gjithë pacientët. Ka disa kohë që bëhet. Në fakt, për gjitha sëmundjet që përmendëm, janë të trashëgueshme apo disa po, disa jo? Disa po, disa jo. Ose disa forma po, disa forma jo. Pra ndryshojnë në vërtet. Për shembull, skleroza multiple nuk është sëmundje e trashëgueshme, por ne kemi raste brenda familjes. Kryesisht shpjegimi është dhënë, pra dy teori të forta ndeshen për sklerozën multiple, ajo mjedisore dhe gjenetike. Mjedisoria ka dominu gjithmonë. Ka marrë më tepër mbështetje, sepse mendohet që dhe kur janë raste brenda familjes, interpretimi janë zakonisht horizontal, pra motra vëllezër, që tregojnë që kushtet e ambientit mund të ndiku më tepër. Janë më pak vertikal që vjen nga prindit e fëmijë. Kështu që më tepër janë faktorë ambiental sesa faktorët gjenetik. Në grupin më të madh të sëmundjeve neurologjike më të rëndësishëm ju përmendet goditja në tru, goditjen cerebrale, stroke, siç quhet. Cilët janë faktorët e rrezikut që shkaktojnë? Janë shumë të njohur. Janë të ngjashëm me ato që shkaktojnë sëmundjet kardiake. Pra, fillojmë nga hipertensioni, që shpesh është i nënvlerësuar nga personat që e kanë. Hipertensioni arterial plas, diabeti, i sheqerit, mënyra jetesës, abuzimi me brumra, me sheqera, me diabeti, domethënë që mund të hyj pijet alkolike, cigaria ndërhyn shumë negativisht, predispozita gjenetike gjithashtu mund të jetë. Është ulur mosha e personave? Është ulur mosha. Është mosha dhe gjithmonë më tepër referojnë raste më të ri. Gjithmonë ka pas një diferencë. Do të thënë, insulti cerebral ose stroku hemoragjik ka qenë në moshë më të re se sa stroku iskemik. Sa i ka më tepër lidhje me aterosklerozën me kalimin e moshës, ndërsa hemoragjia mund të ketë keqformime të enëve të gjakut të trurit që mund të ndodhin që fëmijëri dhe në çdo moshë mund të çahet dhe mund të ketë hemoragji. Doktor Resha, a ka sëmundje të rralla neurologjike dhe si? Po, unë ja përmenda në fillim që këto janë disa nga sëmundjet më të shpeshta. Për shembull, në këto të shpeshtat, unë nuk u futa në neuropatit. Pra, ne nuk kemi vetëm trurin dhe palcën. Ne kemi edhe fjet nervore që shkojnë në gjymtyr. Neuropatit janë shumë të shpeshta, për shembull, që mund të jenë si pasojë një sëmundje tjetër ose thjesht neuropati me origjina të ndryshme, është një botë në vete, që dhe janë të shpeshta, nuk janë të rralla. Por përveç këtyre sëmundjeve që janë të shpeshta dhe që njihen, kemi sëmundje të rralla, shumë të rëndësishme. Për shembull, të sëmundjet të rralla që janë në pak persona, do të kisha veçu miastenia gravis, që është një sëmundje e përqimit, pra përsi ka bëjmë me neurotransmetimin. Është një sëmundje që ka kryesisht mosha të reja, pak a shumë mosha si skleroza multiple, që jep disa deficite të theksuara, meqense shpreh me dobësinë muskulare, mund të fillojë me këto shenja, me lodhje të shpejtë, me çrregullime të lëvizjes së muskujve të syve, dhe si pasojë pacienti mund të ketë dyfishim pamje. Ka një luhatje nga mëngjesi në darkë të shenjave, sepse në mëngjes janë më mirë, në darkë me lodhjen shtohen shenjat, dhe për cilat duke u ditë mekanizmi që ndodh, ka dhe mjekim specifik. Hyn te sëmundjet autoimune. Është e rrallë, por prek mosha të reja, jep shenja të rëndësishme, ka mundësi të kurohet. Ka disa shkallë të kurohet, mund të kurohet, nuk shërohet, po ka mundësi të kurohet.
Kryesisht ju përmendet që sëmundjet neurologjike shfaqin shenja, domethënë shfaqin shenja alarmi. Po. Sa e rëndësishëm është diagnostikimi i hershëm i sëmundjeve neurologjike? Varet. Sigurisht në shumicën e rasteve ka rëndësi kur diagnostikohet herët, sepse nëse ka një mjekim specifik që përdoret për sëmundjen, ti ke mundësi t'i aplikosh më herët, për shembull epilepsia. Patjetër që ata që diagnostikohen herët esin më mirë. Tham që trajtohen si duhet. Dhimbjet e kokës po ashtu. Nëse ti i ve diagnozën që në fillim i ve pikat mbi, ti ke mundësi të marrësh një ecuri më të mirë. Ka sëmundje që dhe po i kapëm një çik më vonë, nuk është se për stroku. Patjetër që në momentin që ti e kapësh, sidomos stroku iskemik me metodat e sotme të trombolizës, të trombektomisë, patjetër që sa më shpejt e kap ti e kuron më mirë dhe mund të përfitosh një njeri normal mbrapa. Kështu që shumë sëmundje kanë këtë. Dhe çfarë faktorësh ndikojnë në zhvillimin e këtyre sëmundjeve? Ne përmendim pak, nëse mund ndalim pak më gjerë, krahas stilitetit, gjenetika, faktorë që ndikojnë në zhvillimin e sëmundjeve. Atëherë, neurologjia ne me pak përmendëm dhe u mund të theksoj edhe një herë që është shumë e larmishme. Tepër e larmishme. Pra, brenda neurologjisë ke shkaqe sëmundje me shkaqe vaskulare, me shkaqe metabolike, me shkaqe autoimune, domethënë sëmundje me bazë autoimune, sëmundje degenerative, pra të gjithë gjenetike, pra brenda neurologjisë ti gjen të gjitha llojet teorike të etiologjive që mund të ekzistojnë, domethënë për mjekësinë në përgjithësi. Kështu që s'mund të kategorizoj dot në një paragraf për t'i thënë të gjitha. Doktoresha, ne sot gjithmonë më shumë të rinj shohim që janë përdorues të lëndëve narkotike. Dhe doja nga ju të na shpjegoni si një mesazh për gjithë ata që na ndjekin, si ndikojnë ata në sistemin nervor, për ta kuptuar më kollaj ndjekësit tanë. Sa të rrezikshme janë pra për shëndetin e tyre. Sigurisht, ky është një kontingjent personash që ndiqen nga mjeku toksikolog, shpeshherë dhe mjeku psikiatër. Pra këto janë dy shja që i diagnostikon dhe i ndjek këta lloj pacientësh, por kanë ndikim patjetër, i përmenda edhe përpara, që kanë ndikim patjetër në të qenurit një truri të shëndetshëm, sepse ndikojnë varet nga lloji i drogës që përdoren, nga kohëzgjatja e përdorimit, nga mosha e fillimit dhe patjetër që japin edhe shenja të tipit neurologjik. Për shembull, në vitet e fundit na ka hyrë në atë pyetësorin ton të disa sëmundjeve, ka hyrë përdorimi i drogës. Më përpara ishte tabu, nuk e përmendim. Në fillim fare nuk e dinim fare, se nuk kishim eksperiencë as në mjekët me drogat, flas para viteve 90. S'kishe kontakt me drogat fare, unë kam punuar shumë vite para 90-s. Nuk ishte pyetje, se s'të shkonte në mendje ajo pyetje. Mbrapa filluam, për shumë vite ishte tabu. Pra edhe që përdorte drogë fshije nga shoqëria dhe nuk ja pranonte as vetes, as prindërve, as mjekut. Tani për shembull kur vjen një smur me një krizë që do ta ndajmë është epilepsia apo jo, një nga pyetjet kryesore është ke përdorur drogë apo jo. Tani është ballore pyetja. Sepse është një etiologji. Vjen e hapur gjithmonë? Zakonisht vjen. Dhe përse? Këtë smur ti nuk do ta trajtosh më si epilepsi. Pra, ai ka një shkak, ti lufton shkakun, zhduk shkakun, mund të zhdukësh edhe mundësinë për të ndodhur krizë tjetër. Përmenda epilepsin, por edhe tek vaskulari ndikon, të sistemi vaskular patjetër ndikon. Pra ka disa fusha që mund të ndikojnë. Për fat mirë këto sëmundjet e moshës së tretë nuk e kanë këtë rrezik, nuk e kemi provu. Se si shkojnë se në ato mosha nuk janë përdorur atë. Nuk e kanë. Gjithashtu ne jemi dhe përdorues shumë të teknologjisë dhe të ekranit për shkak të punës, për shkak se gjithë kemi një celular dhe qëndrojmë gjatë, ndikon në sistemin tonë nervor? Në disa sëmundje po. Jo të gjitha, po në disa. Dhe për fat ato që janë sëmundjet e moshave të është dhimbja e kokës, për shembull. Fluktuimi i dritave dihet që mund të shpërthejë një krizë migrene.
Dhe praktikisht por teknologjia sotme është përmirësuar, nuk janë kompjuterat e një kohë që kishin rrezikun shumë më të madh. Teknologjia e ka zbutur këtë ndikim, por gjithsesi ne nuk rekomandojmë të epilepsia patjetër ka ndikim, të disa forma epilepsish ka shumë ndikim. Do me thonë përdorimi monitorëve, sidomos telefonat, që monitorin e kanë të vogël dhe përqendrimin e kanë më të madh. Patjetër shumë e thjeshtë që të këshilla është mos përdoren gjatë, për punë do t'i përdoren të gjithë, po jo për argëtim. Po. Pacientët që vuajnë nga këta sëmundje duhet ta kenë më të reduktuar kohën në ekrane se sa. Patjetër, dhe varet nga diagnoza dhe nga forma e diagnozës që kanë, por disa e kanë ndaluar fare. Kush janë e kategori? Gjithmonë përmenda epilepsia dhe dhimbjet e kokës. Pra nuk duhet të përdorin celular. Disa forma, disa ndëm forma e kanë ndaluar fare. Ato forma që quajmë fotike që janë për shembull i këshillojmë se të duket si kështu i themi vajzë re, po që ka kriza migrenoze të forta, ti thua mos shko në pub. Mos shko në pub, e ka udhëzim, po dëshi të shkoj, po fatura duhet një dhimbje koke e fortë mbrapa. Po në punë duhet shkoj një vajzë ose një djalë që vuan nga migrena? Keni gjetur domethënë këshilltarin e gabuar. Unë gjithmonë them që puna dëshiron. Kështu që në punë nuk i themi kurrë mos shko. Okej, duhet të shkoj në punë. Një pyetje tjetër që kam për ju është për çiftet e reja ku njëri nga partnerët mund të vuajë nga një sëmundje neurologjike. Çfarë duhet të kemë parasysh ata përpara konceptimit të një fëmie? Gjithmonë varet nëse kjo sëmundje është gjenetike apo jo. Pra mos bëjmë panik kot, se ka plot sëmundje që nuk janë gjenetike. Pra jeta vazhdon normal, çiftet vazhdojnë normal e tjerë. Në ato sëmundje që dihet që ka një bazë gjenetike, patjetër varet çfarë lloj gjenetike, çfarë lloj transmetimi është. Është autozomal dominant, autozomal receziv apo tjerë. Pra ngushtohet rrethi atyre që ti ke nevojë të japësh këshilla. Pak janë ata pastaj që ka nevojë për ekzaminime gjenetike, që të jemi më të saktë me ta. E qartë. Doktoresha, ne kemi dhe një rubrik mit apo fak ku ju mund na sqaroni nëse konstatimet që unë do ju lexoj janë të vërteta apo të rreme. Okay. Problemet neurologjike gjithmonë nënkuptojnë dëmtim të trurit. Në shumicën e rasteve po. Sepse dëmtimet janë të shumëllojshme, nuk janë thjesht fizike, mund të jenë dhe të transmetimit. Dhe mund mos jenë të dukshme në rezonancë magnetike, po nëse ne bëjmë elektroencefalografi personit, shohim që ka një gabim të transmetimit elektrik, për shembull në rast në epilepsisë. Pra në shumicën e rasteve ka. Po, por mos harroni që neurologjia ju thashë shumë e gjerë. Pra mund të ketë dëmtim të palcës, truri të jetë krejt normal dhe të jetë dëmtimi i palcës. Mund të jetë dëmtimi i nervave periferik. Truri është normal, palca është normal dhe nervat periferik janë të. Pra, një pjesë e sistemit nervor, qendror dhe periferik, zakonisht ka dëmtime. E qartë. Sëmundjet neurologjike ndodhin vetëm në mosha të mëdha. Disa. Pra, degenerativet po. Vaskularet më tepër kanë tendencën në moshë. Tham Parkinsoni, Alzheimer janë më tepër moshat e por të tjerat që u përmenda janë në mosha më shumë më të reja, që në fëmijëri, për shembull epilepsia. Demenca dhe sëmundjet e Alzheimerit janë një pjesë normale e plakjes, pra vijnë nga mosha. Jo, kanë diferencë shumë të madhe. Pra, ç'është plakurit normal, se edhe këtu nuk duhet të kemi me kalimin e moshës, varet edhe nga njeriu. Varet edhe nga niveli kulturës, niveli shkollimit që ka një njeri që ka lexuar gjithë jetën, truri është më prodhues e tjerë, t'i bën një jetë shumë normale. Por ne krahasojmë personin me veten e tij. Nuk e krahasojmë dot me publikun, me mesatarin e moshës, me veten e tij. Pra çdo person, le ta pranojmë, me kalimin e viteve, aftësia të nxënurit mund t'ulet me veten e tij. Ai mund ta ketë më të lartë se një 30 vjeçar, po ulet. Përse? Si lodhet? Flasim por pa ndërhyrë në funksionet e tij kognitive, pa ndërhyrë në cilësinë e jetës së tij.
Praktikisht, kjo është një kalim moshe normal, se harron njeriu një numër telefoni, Nuk është domosdoshmërisht se mund të. ama te njeriu normal rritet funksioni domethënë i arsyetimit, i motivimit e tjerë, ka disa që veti që rriten. Ulet ndofta kujtesa pak, por rriten disa aftësi tjera. Ky është njeriu normal, të plakurit normal. Dhe ka disa kritere të përcaktuara si dallon plakën normale, të moshuarit normal me smundjen. Smundja është komplet ndryshe. Smundja ka shumë shenja të tjera në disfavor të pacientit, për fat keq, dhe dallohet në mënyrë dhe për fat mirë, një pjesë e mirë të moshuarve kanë jetë normal. Pra jo gjithmonë një i moshuar do vuaj nga demenca apo Jo, absolutisht. Sëmundjet degenerative nuk shërohen. Degenerativet, po. Mundësia nuk është e lartë për t'i shëruar, por është e mundshme për të pasur stabilizim, si për shembull te Parkinsoni, që po e kuruam si duhet, minimizojmë shenjat. Te demenca po e kuruam si duhet dhe po e ndoqëm me gjithë, domethënë mënyrën e jetesës, ti ke mundësi ta frenosh, ta ngadalësosh insulinën e mëtejshme. Por shërim të plot për fat keq nuk i siguron. Humbja e kujtesës është pjesë normale e plakjes. Ulja e kujtesës. Se po të kesh humbje, je demencë. Ulja e kujtesës, një përqindje vogël e uljes së kujtesës është e pranueshme gjatë kalimit të moshës. E qartë. Doktore, që ne jemi në fund të intervistës tonë dhe do doja nga na juaj një këshill për gjithë ata që na ndjekin, se si ata të kujdesen për një mendje të shëndetshme, një tru të shëndetshëm. Pra, unë mundova të them ca fjalë gjatë gjithë kësaj bisede. Ju shpjegova që gama e patologjive neurologjike është aq e madhe, etiologjitë janë aq të ndryshme, moshat janë aq të ndryshme, sa me një këshill të vetme nuk i përfshin dot të tërë. Është e pamundur. Duhet t'i ndash me shumë në grupe etj. Po një gjë është, një mesazh duhet jetë të gëzojnë jetën. Të mundojnë që brenda limitave të jetës që kanë, të mundësive që kanë, të shfrytëzojnë të gjitha mundësit, pra për të bërë një jetë duke ulur stresin, duke rregulluar pak aktivitetin fizik, duke rregulluar regjimin ushqimit të gjumit, dhe shumë e rëndësishme të ruajnë marrëdhëniet njerëzore. Marrëdhëniet njerëzore, marrëdhëniet sociale do të ishin domethënë një impuls shumë pozitiv për secilin nga smundjet që ne përmendëm. Shumë faleminderit doktoresha, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë miru takofshim.